Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me podcastin e radhës Arena Yjeve, i cili është prodhim i Telegrafit dhe çdo javë transmetohet edhe në RTV Dukagjini. Përshëndetje për gjithë shikuesit tonë. Romak, pa fillu bashkëbisedimin me të ftuarin e radhës, mos harrojmë të përmendim sponsorët tanë Golden Eagle dhe Ermeni, ndërsa me neve është futbollisti senior, njëri ndër më të mirët në Kosovë viteve të fundit ose në dekadën e fundit, Armend Taçi. Armend, mirë se erdhe te Arena Yjeve. Mirë se vjen Armend. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Është, me thonë, kënaqësi kur na fton, jo vetëm për me fol për tash, mirë po me u rikthy pak në kohë, me shfrytu ato që kena kalu pak më herë, se i bjen sikur me harru pak do të me rikthy pak ato emocionet e kalume. Sigurisht, edhe ideja e podcastit tonë është ajo që paktën Me rikthy edhe gjeneratat e reja pak me di çka kanë kalu lojtarë, se nuk është lehtë me ardhur deri në maje dikush prej futbollista, mu bo ndër më të mirë në futbollin kosovar, sigurisht që ka sakrifica, edhe për ato edhe jemi, mi zbulu sakrificat, mi zbulu prapaskenat, sigurisht. Ofertat, transferet të dështume çdo sen. Futbolli nuk është veç dita e ndeshjes, sigurisht. Zakonisht, kështu që na kena munu me tregu sa ma shumë me pyetjet, po besoj që kena me t'i bo dhe bashkëbisedimin. Armend, atëherë bims pa hub kohë, veç po fillojmë. Armend, jeni kohë gjatë në futboll, po pyetja jonë zakonisht është e parë për mësafirt, qysh ke fillu u mirë me futbollin, kur ka lind dashuria për lojën e bukur? Po, kështu në mënyrë zyrtare, kam fillu futbollin në vitin 2002. Ende pa e mbush 10 vjet, kam fillu në shkollën e futbollit Keku në Bileq. Aty hapat e parë, me thonë, atë derën e parë ma ka hop në kep, më ka dërgu Hoxha im i madh Rahimi, për shkak se është një adhurues shumë i madh i futbollit, e kam përmend disa herë edhe nga ajo dëshira se e ka desh futbollin shumë, edhe askush nga familja ju nuk ka arrit me u marr, për shkak se ka qenë lufta, kushtet asisoj, edhe e ka pallën e dëshirë tonë shumë të flak për futbollin, edhe ka dërgu në shkollën e futbollit Keku në vitin 2002. Edhe pastaj prej asoj dite e deri më sot kemi vazhdu me futboll. So ka qenë i vështirë ky fillimi, se e kemi po që e ke përmend disa herë që ti je rrit me një fshat. Jo shumë larg qytetit, po puna e transportit edhe me që se ke qenë shumë i ri, nuk është se u kon lehtë me shku vetën kom ose me prit autobus. So ka qenë ky fillimi i vështirë? Po me u rikthy me kujtu ato është tash duket edhe pa besueshme pak, për shkak se ende pa e mbush 10 vjet, kushtet nuk kanë qenë shumë të mira, për shkak se dim gjitha familjet në Kosovë mas luftës kanë qenë vetëm koekzistence. Edhe nuk është i ka rënë mend dikujt duhet të shkojmë futboll apo të merrem me diçka. Mirë po ja kam desh futbollin edhe nuk e kam dashur në moment. Kam fillu herë kom, herë me autobus, herë me kere, kush na merke. Me shku në Bileq nga fshati si bas, është dikon rreth 8 kilometra anon prej Obiliqit, edhe herë me autobus, herë kom, herë me kere, kush na merke, edhe nuk i kam dashur asnjë moment, asnjë stërvitje, asnjë ndeshje, edhe mendoj që ajo dëshira jam shumë e flakt ka bu me qëndru në futboll, për shkak se nuk është se jam shup për ne fa talenti shumë i madh apo diçka cilësi shumë të madhe, mirë po puna e dëshira shumë e madhe që kam desh futbollin ka bu që mos më ndo ato fillimet kanë qenë shumë vështira, sepse kemi pas shumë shok, mirë po janë ftof, janë ndo, ja kanë lënë futbollin, edhe mendoj që ajo dëshira shumë e madhe më ka bu që mos më ndo, mos më nol, edhe kemi arrit deri sot. Përmenda që vjen prej një fshatit, edhe në atë periudhë kon pak një farë në Bileq, një farë ndasie fshat qytet. E kon te juniort, edhe nuk e luaj gjatë ton sezonit. Po ndeshjen e fundit, trajneri
në atë kohë Bleremi Lazi ta ka dhënë edhe shiritin e kapitenit, veç për një arsye. Domethënë nuk jam kur që s'ka marrë me ekipin. Po, jam rrit gjitha gjeneratat, Po. edhe pioner, fatos, edhe kadet një gjenerat, një vetë sepse atëherë kemi qenë 3 gjenerata, shembull kemi marrë pjesë në gjeneratën e kadetëve 3 datë-linjeve, edhe pioner edhe fatos kam zhvillu rregullisht ndeshje, për shkak se si fëmijë na kanë shtinë, ndërsa kur kam dalë në kadet ka fillu shumë me pas minuta shumë a pak, për shkak se shumë lojtar, konkurenca e madhe, dhe kanë qenë shumë lojtarë të mirë, cilësuar që me përmend tash janë harruar tash edhe futbollin tonë, për shkak se kanë lënë futbollin. Është edhe ajo koha kur u patëm bashku me shkollën e Dykorrikut. Ka qenë Festim Krasniqi, Doshlako, Shpresim Atush, e gjitha kanë qenë shikanor dhe janë bashku me Kekun, edhe ka qenë një gjenerat shumë e fortë, edhe nuk është se kanë zhvillu ndeshje aty, më me thonë, një sezon të plot, a kam qenë i grumbullum 3 herë apo 4 herë ndeshje. I grumbullum se me zhvillu minuta jo. Edhe prap nuk kanë diku që me u dorzu, me u nol. Edhe kom vazhdu. A më fjalë kur të më zbo? Pse s'po lun? S'ka ndodh edhe tash, ndoshta nuk ndodh me bë fjalë për shkak se e besoj në parep në princip që në trajner që do në fitun ndeshën, lojtarët që ja fitojnë ndeshën apo lojtarët e mirë nuk i lën bon, për shkak se edhe trajneri varet nga futbollistat. Sigurisht. Edhe ajo nuk jam dol asnjëherë deri në gjeneratën e juniorëve në vitin e 3 kur arrin bëhemi kampion në gjeneratën e juniorëve, edhe ndeshën e fundit atë 6 muaj pa përfunduar sezona i kam luajtur ndeshjet më thonë gjitha rregullisht. Për shkak se teshi zoti e kapa një formë të mirë edhe trajneri Blerim ka futur rregullisht ndeshje. Edhe ndeshjen e fundit në analizë para ndeshjes e ka thonë që si është problem ose si dekorat për të që ka qenë një rregull stërvitje, nuk kanë ku asnjëherë, edhe është një lojtar me shumë të ardhme, ndeshjen që jemi bë kampion, ne kemi ngrit titullin, ka vendosur që me jap shiritin e kapitenit, edhe normal që tash është momenti i paharrueshëm për mua, për shkak se me kon kapiten në vendin tonë ka bu më një shumë mirë. Pasoj erdhe debutimi edhe me ekipin e parë. Se kujton atë debutimin me ekipin e parë të Kekut, kur dihet që Keku deri para disa vitesh, sidomos në ato vitet pas luftës ka gjë ekipe fortë, ka fituar edhe Kupën e Kosovës. Atë vjet kur jemi dalë kampion me gjeneratën e juniorëve, shumica e lojtarëve kanë servit me ekipën e parë, për shkak se ka qenë trajner Belbel Sokoli dhe ekipa ka qenë shumë e organizuar, i ka marrë lojtarë me potencial me servit me ekipën e parë. Unë nuk është se kom servit shumë, pastaj u largu profa Belbel, e mor ekipën mentor Miftari, ndim se ka qenë profes Belbel, edhe nga desh follesh edhe profa mentor ka qenë Brejsidian, ka qenë e ka njoft pozitën e edhe me kërkesën edhe profes Blerim se kanë qenë pastaj zbashku në ekipën e parë, një pjesë gjeneratëve të juniorëve që kemi qenë ka marrë në ekipën e parë, edhe aty kemi debutuar ndeshjet në Super League, ndeshjet zyrtare, edhe ka ndodhur normal që ka ndodhur një largim i shumë lojtarëve në ekipën e parë të Kekut, për shkak se janë largu, s'ka pas reformë edhe nuk kanë desh me investu shumë, e kanë po një gjenerat e juniorëve që kemi dalë kampion me na jap rastin, me shpenzime shumë a pak, edhe na ka jap rastin, kemi zhvilluar ndeshje në vet rregullisht Super League. Tash kemi Cila ndeshje ka qenë kur ke debutu? Kam debutu ndeshjen Gjako kundër Vllaznimit. Ka qenë një sezon para se me fillu me lu rregullisht në ekipën e parë. Për shkak se na grumbulloi që ndeshja disa herë na merke pe juniorëve, edhe ka qenë ndeshje kundër Vllaznimit Gjakovi që kum bën ndeshjen e parë zyrtare. Zyrtare cili vetë u kon debutimi zyrtar në Super League? Mos gaboj, do të më kon viti sezona 2009-2010 ose 2010-2011. S'po di çato 15 vite ka 16 vite parë. Okej, se pas Kekut me një stadium të zëshëm, të zjarrt, pas ka debutu. Po, në Gjakov, do më thonë edhe si au kom vështira me 18 vjet debutimi ka ardhur. Valla, nështë edhe ma herë. Edhe ma i ri, po.
17, nështë asoj ku mbush 17, s'po di se kemi qenë shumë futbollista të ri që kemi dalë nga ajo gjenerata dhe me thonë nuk e karovesh një futbollist me debutu, kemi debutu shumë. Ka qenë Argjend. Zdijet ku shkon më i ri. Argjend Molaj, Besardushi, tash ende lun, po është në kek prap. Kapiteni. Argjendi më ka bo gjurmë, kalon gjurmë. Argjendi pastaj ka vazhdu në Prishtinë, ka vazhdu në Tiranë, në Suedi, në Ballkan. Armand, te ke ko qëndron një 3 vjet, mujna me thonë, 3 vjet, po deri vitin 2013 kur transferohesh te Ajvalia. Në atë kohë Ajvalia u konë një ekip ka që e madhe për atë kohë se ka luftu për kreun e tabelës, që shërë deri të transferimi në Ajvali. Filloj me mbledh yjet. Po yjet i mbledhi. Po, një parset i ke. Rom me Kekun nga Superliga, edhe kam najt edhe 6 muaj në ligën e parë, kam zhvilluar ndeshje me Kekun, edhe pastaj në dhjetor, do të thonë ka përfunduar sezona, në dhjetor kam bërë transferin në skuadrën e Ajvalis. Kam najt për 6 muaj atje, normal ka qenë trener Bekim Isufi edhe kam shkuar me thonë me provu fotin, se s'desha se kom pas dëshirën me lun që me thonë ligë parë, për shkak se e provova Superligën edhe normal që don me lun nivelin më të lartë. Po, ku më kry më me futbollin, ne hap mbrapa nuk bën me do të më provu dhe hapin mbrapa, mirë po nuk bën me nejt shumë për shkak se çose dëshirën me bëu pa para. Kam vazhdu të Ajvalia, edhe në atë sezon e kemi mbyll vendin e 4. Nuk e di nëse 1.2 larg vendit 3 edhe 2 për shkak se kemi qenë shumë afër. Edhe mas e përfundum sezonën, 2 ndeshje pa përfundum, ka ardhur ftesa, domethënë ka qenë selektor i përfaqësues UNICN Rafat Prekozi në turneun në Zvicër. Në Zvicër ku ka luajt Bersan Celina, Vedat Muriqi, Nikoni Gjenerat, shumë e mirë në atë kohë. Rashica, Argjendi u kone. Argjendi Molaj, përparim Islami, Hysën Tahiri. Kanë qenë edhe disa futbollistë që kanë ardhur nga jashtë, mirë po tash nuk është se nuk më kujtohen se e kalon panelat e ngjyrë hiri. Po. Edhe verdhe kaltër, po. Edhe atje kemi zhvilluar ndeshje me skuadrën, me kombëtarën e Egjiptit, Gonës. Pastaj atje kemi edhe këtë sezonin që kemi bërë me Evalin, edhe ndeshjet atje, trajneri Afrim ka pëlqyer në futboll mënyra se si luaj, edhe ka bërë kërkesë, ka bërë ofertë që me u bashku me skuadrën e Prishtinës. Edhe në vitin 2013 si fëmijë, normal që unë jam rrit me tregime të migjes për Prishtinën, kur me këshir Prishtinën këto, Prishtina klubi më i madh. Kohën kur u kon kombëtare e Kosovës Prishtina. Edhe oferta e poshtë më ka ardhur, kam pas oferta edhe për tjera, mirë po nuk kam dëgjuar se për shkak se Prishtina ka qenë namën edhe plus ka qenë nëse s'ka bëj kampion në atë sezon. Ku bo kampion po. Edhe normal që kom pranu ofertën, kom nënshkruar kontratë 3 vjeçare me skuadrën e Prishtinës. Nuk ka desh zotit që na të bëhemi kampion ato sezona për shkak se 2 vite kemi qenë në kampion. Vitin e parë domos na ka marrë vështreja, domethënë kemi qenë 10 pikë mbrapa edhe jemi afru deri në xhiron e fundit me vendos titullin. Edhe kur nuk shkoni me zhvilluar ndeshje. Pa qenë vendimi kryesisë për shkak se kam poshtë. U ditë që s'ka se. Në xhirot fundit zakonisht ka qenë kampionati me 3 faza, sikur tash nuk është me 4, edhe kemi Bergere ta. Në fazën e dytë, kush e përfundon vendin e parë, ndeshjen finale, domethënë e ka pas xhiron e fundit e ka pas përparësinë e terrenit vendas. Edhe nëse s'ka bëj ka pas 6 ndeshje i ka rënë Rana me Lo, pas jashtë, ka qenë na kemi përfunduar me Prishtinën vendin e dytë, Vështëria ka përfunduar vendin e parë. Edhe u di që finale do të jetë në Vështëria dhe jemi përgatitur asaj që me shku atje me fitu. Ndeshjen e parë, domethënë pranverës atij viti, e fitojmë 0-1 në Vështëri. Kanë qenë ta letor që Alban Dragusha, Faruko, koni farë ushtrie shumë e fortë se Mirzeneli, domethënë Ismeti, Lartemini, domethënë konë Miloti, se Mirzeneli, po. Valdrin Rashica, konë Barekera, Miloti në atë kohë, Valdrini u konë Milot në atë kohë. Po, janë konë gjithë, çatë vit dolën kampion ata. Po.
Edhe ndeshën e Port Pranverës me ta kemi pas në vështëre. Kemi qenë 10 pikë mrapa. Edhe me trajnerin Afrim e kena fillu ndeshën, deshi zot e fitum 0-1. Edhe ai fitore na ka hop, na ka hap një shpresë që deri në fund mos më u dorëzu. Kemi arrit me u afru deri, mos gabofsha -2 pika. Po. Me vështërë. Edhe na shkojmë fitojmë pej, se nuk e harrej me Besën. Edhe 3 gjiro po kry këtu vjen na mund Drenica në Prishtinë. 1-2. Tani Drenica hub. Edhe Drenica hub me vështërë. Hub shumë lehtë. Edhe ato, domethënë, e kemi humb titullin kampion. Po përvojat kohat e Prishtina të ka kalit edhe veç të bën një lejtor titullar të rregull. Pimës, para se me dalë të Prishtina, më falë, po du mu këthy që atë të ajo ndeshja në Zvicër, kundër Egjiptit. E një konë e përmendër një gjenerate e artë, edhe thuaj se cili që keni lujt në atë kohë, keni bo karrierë të madhe, dikush në Kosovë, dikush në Evropë. Që shukon ajo gjenerate si pas teje, a ke pritë që se cili ka me pas karrierën e tillë. Sidomos emra që Vedati, Miloti, Celina, që unë konë ma trinë mosh, se jo. E vërtet është që na konë gjenerat shumë e mirë. Ka posë e letar shumë, konë portieri i vështëres, ka qenë portieri i dytë, jo Petrit, e konë, nuk po më kujtohet emrin e tij, ka qenë vështëre portieri i dytë, edhe me neve ka qenë në grumbullim, ka qenë portier Altik Magjiri. Altik Magjiri, po i Gjagos. Me gonën, domethënë e hupëm ndeshën penolla. Po. Me Baltik i mbrojnë 2, po na i hupëm letar tonë, e hupëm penollën edhe nuk arrim me ful. Gjatë ndeshjes 2-2 me gonën që përfaqësuesin e gonës atko kanë qenë letar që kanë lu për skuadrën e Interit, Alfred Duncan atko. I një bimza për t'Interin kretin një. Po, pedi, ai deri vjetë në Sassuolo ka lujtë. Po, thonë, raporen e neve që përbujmë një ndeshje jashta kufive, edhe emocione, sigurisht. Edhe atë kohë gjenë mos gabofsha, komtorja e gonës ka qenë kampion i asoj gjenerate. Se kanë qenë gjenerat shumë e mirë. Na kanë nëshmu, normal, se na si të rritë gjithë edhe të pas 0 informacion për neve. 2-0 për gonën, na të në kohën të mbrojt, një top i gjatë me Vedat Morishin, top këthys, këndërsol 1-1. 2-1 për ata, prap njëtë mënyrë, 2-2 për fundën ndeshja, në penolla e humbën ndeshjen. Edhe pas 3 dite, patëm ndeshje me kombëtarën e Egjiptit. Edhe e kombëtare shumë e fortë, na kanë poshtë, po na ka deklasu për shkak se e dim rezultatin. Mirë, po na kanë shërby shumë ato ndeshje me po që me po një kulturë, një mënyrë tjetër jashtë kufijeve se si kemi zhvillu këtu. Tash te Prishtina Roma. Po te Prishtina. Se ai te Prishtina do interesant se po do të armendi kanë qenë që ato vitet e para dhe në vitet e para dhe na jena konë karrierë gazetarisë. Më kujtonë kur kom fillu me u morë me gazetari, po kanë qenë u 17 kadeta në qatë ku Vedate e këta. Armend, kohat e Prishtina tregove edhe vetë që keni luftu për titull, fati nuk e ke pas me fitu titullin, po sigurisht ka litë si futbolist, ta ka rritë përvojën, edhe hopi tjetër ka qenë të Gjilani, domethënë koha e parë të Gjilani. Edhe të Gjilani keni pas një ekip të fortë, çu e kujton atë kohë? Po Prishtina si ekipa më e madhe në vend ka litë pjek si futbolist, për shkak se në Prishtinë nuk shkon me u provu. Prishtina nuk ka marrë letar koras, nuk merr kur letar për me provu. Edhe s'ki kohë se ka qenë kampion Prishtina dhe ka bu transferet që me vazhdu me mojt ritmin, me luftu deri në fund. Edhe ajo mënyrë të kalit, pjek, ai presion të pjek për shkak se do të më mësu në futbol, po që se ki presionin, po që se përballon presionin, normal që pa futbol nuk me met, pa ekipe unë thëm s'met kur, po në ato ekipe që luftohet nuk mundesh me kon pjesë e tyre, për shkak se duhet me përballu, me presion, me ngarkesë, me që me thonë, po e them me ofendime, me gjitha duhet me i përballu për shkak se po lufton për diçka madhore. Edhe ajo në atë mushtrer më ka kuptu, më ka bu më pjek shumë mirë. Kemi pas edhe futbolista, që me thonë kampion, nështë për matë mirë e masukse që janë venin tonë. Driton Krasniqi, Azem Ahmeti, Soflumnica, Leri Dën Kukaj,
Mentor Mazrekaj. Mentor Mazrekaj, kom pas të jerë transfer Mentor Shdrella. Ti me këta lejtor nuk se cili më mirë se tjerë veç emrat ku pa jep më të mirën për me luftu për titull, për shkak se vetë edhe emblemat të obligojke, edhe normal që ka qenë një pjekje shumë e mirë, një kalitje shumë e mirë e jamja. Pastaj ndodhen ato ndryshimet Prishtinë që u ndru trajnere, e fitum kupën me Prishtinën, edhe normal që kur të fitojsh kupën, futbollisti dëshërën më shpërbly, dëshërën me pos një kontrolët më të mirë. Ato vite fillun me u rrit kontroltat. Jo sigur tash janë mirë, po fillojnë në ndryshimi i kontrolta në vendin tonë edhe Prishtina më ka... Nikli më mdo këtë e nisi që atë trendin e... Jo, halo pak më herët. Halo pak më herët. Besa ka nisi e pora. Po, Besa. Tash e kanë arru Besën, po Besa ka nisi e pora kur i bën transfer Kastriotin, Gjevdet Edhe që Mesin kërka heshën në tabel. Në fund vetë që shkojmë finalet kupës e fitojnë kupën. Shpërthimi jatë i vërtete, do më thonë që me bo emën në gjithë Kosovën vjen të Gjilani. Realisht se ki bo paracitet mira pamë si të Keku, si të Ajvalia, si të Prishtina. Po të Gjilani u bone një lider në atë kohë, në periudhën e partë të Gjilani. Që kujtana atë periudhë? Po do të me qenë realist, unë edhe në Prishtinë kur kom lu ato 2 vitet e pora, nuk është se kom pas diçka statistika apo që jam ronë sy shumë. Ato vitin e fundit, kur e fitojmë kupën, i kom pas statistikat mira edhe kom fillu me u paraqit me ro pak në sy. Po. Edhe ndodha i transferin në skuadrën e Gjilonit. Unë e kom një qyteti Gjilonit, derbi Gjilonit, rivaliteti edhe nuk është se kom besu që është deri në atë pikë, deri në atë mos. Sidomos në atë kohën larg krahasu derbin që është sot një edhe më mirë, derbi që sot me atë derbin që kon atëherë është si nota me ditë. Po. Sa tash ka qenë stadiumi i vjetër tifozeria o kon. Në 2 anë, po stadiumi i mbushur me publik. Po dhe ato e kanë pas një ekip interesant, jeni kon shumë shoqëni më duhet. Edhe me Gjilani, po. Ka qenë trajner Arbnori, edhe këtu në Prishtinë ka qenë dëms trajner Fadil Berish. Arbnori dhe Fadil janë shok. Si te me lodrimin. Ç'është diçka. Bekteshin. Edhe domethënë Fadili unë e kuptoj që s'po e vazhdoi në Prishtinë edhe i ka thonë Arnurit merre se ku me të kry punë, është letori mirë, merre dhe oferta në shrua me skuadrën e Gjilonit. Kemi qenë një ekip, me thonë, që na gjitha transferet për një herë mirë, po i na lidh shumë zveti. Shumë mirë. Kemi pas një futboll shumë të mirë, edhe ai viti por, do më thonë, ka qenë kur skuadrat kanë pas drejt me 2016 e na pranu, unë 2016 e bë transfer në skuadrën e Gjilonit. Dalja në Evropë. Domethënë tash me zhvillu një vjet gara për të vjet me dalë në Europë. Ka se kemi di se çan ndodh, çu shkojnë garat. Kemi zhvilluar ndeshje shumë të mira me skuadrën e Gjilonit. E moj mend derbin e parë kemi fitu 0-1 në minutë 97-98 e Ylberi. Halo ka grafite në Gjilani. Je bukur si gol Ylber Kastradis. Po. 90 plus. Kon një kohë shumë, më që i kotarë në Gjilan, për shkak se një rivalitet, edhe pse skuadra e Dritës ka qenë, edhe atë kohë ata kanë qenë reformi me sipër, mirë po derbi, o kon rivaliteti, o kon... Tash një javë, o divke, u të reshke shorti, veç u këshurë kur është loja me zveti. Një javë ditë para derbit, në Gjilan i ke pos o kaltert, o kush, me gjithë njerëst. Edhe ka qenë një shi, ka qenë knasi me në atë kohë me zhvillu derbin. Edhe me fitu. Më karo dhe kom hup më të kohë, po gja kesh. Qësho ndjesia e një fitores në derbi edhe një humbje? I ki provu të dyjat? Dyjat i kom provu edhe për na fok, dyjat i kom provu kushtes, 90 plus. Një sezon e ep Ljovari ka 93-94 në mpushtin, kur i mpushtin na ep Ylberi 97. Tash, qysh është gëzimi, tash ajo 5 herë është edhe ajo ndjenja Jëdhnimi alo më i ronda. Keqe jëdhnimit, është një ndjenjë shumë e keqe, se nuk e hub veç një loj. Po. Ti ndoshta mësh mi fitu edhe 5 tjera, mirë po... Derbi e ka të rëndësinë e veçantë. Kujtohet vetëm derbi. Po sigurisht edhe, po flasim edhe prej ditës sotit dallon pak se në atë kohë përjetu shumë, abede prej tifozëve, se sot diçka uzbe derbi kur e kemi parasysh është veç njëna tifozëri në stadium, edhe ai stadium
ku jeni të luajt, realisht është si me luajt në beton, nuk plotson asnjë kusht. Edhe që ajo tash u zbe pak. Në atë kohë, më kthy në 2016 në stadioni Gjiloni qytetit, o kon prej më të mirëve në vendin tonë. Po. Fjolla për tapetin. Për tapetin, po. Tapeti gjithmonë o kon prej më të mirëve. Edhe ajo e ka hap normal jeshin e vet, stadioni, tribunat. Si vendose më kthy te Prishtina. Çat a ke ma let më bind se në herën e para më vështirë. Po edhe më pjeku nuk unë. Po Jo, po është koha që Prishtinës ju bënën 4-5 vjet pa titull edhe prap provoj me këtë serinë e dytë transferime që e e përfundum sezonën me Gjilonin, pak pa përfundu sezona, trajneri Armënor largohet, jap dorëheqje se po tash është më ashtu edhe Gjilon pastaj nuk e dishëm kush po vjen trajner, çka po ndodh, çu po vazhdon, ai ka qenë Florim Zuka president, ai vazhdoi thonë, nuk më moj klubin, ku më investu, mirë po nuk dihet çfarë po ndodh. Edhe kemi qenë me lotrimin Bekteshin. Erdhë oferta pej Prishtinës, deshe zotin erë dëve, njëtën ku, për dëve, tha, paketa pjo morëm dëve. Tash si stara keni shku atje. Shkurëm si transferin Prishtinë dhe e zhvillum Superkupën me Skodrën e Dritës. Në ndeshje apo zyrtare në Fatil pas renovimit. Edhe më thonë e demolojnë tash po them, e demolojnë Dritën në pjesën e parë, dominoi me raste me shtylla 1-0 përfundon e upëm Superkupën 1-2. Edhe është ndeshja e parë gjithë e patëm një farë ndjesi e shumë të mirë që po bojmë futboll, po luajmë edhe kemi pas një sezon suksesshëm. Edhe vazhduam asisoj deri në fund, deri në xhiron e fundit me Feronikën në finale kemi pas Ndrenas. Neve na u ka desh vetëm fitoria. Feronikli do ka desh edhe barazimi, për shkak se ka qenë 2 pikë para, edhe me barazim del ke kampion. Edhe nuk arritëm me fitu ndeshjen. Është e loja ku vitin e Josën, po. Vitin e Josën. Ajo ndeshja ku deri një orë para fillimit ndeshjes së ditas gjyqtar kush. Ndeshja ka filluar me vonesë. Po. Kemi dalë 2 ekipe në zemje. Pa ditë kush është gjyqtarja. Rithenu në zhveshtore për shkak se ndë nuk o vendos, ka qenë gjithë gjyqtarë stadion. Nuk o vendos kush me referu ndeshjen. Kush me marrë guxem. Disa refera që i selektoj ke federata nuk i pranoj ke Shambull Prishtina. Disa që i selektoj ke nuk i pranoj ke Feronikli. Ka qenë dilem. Edhe u vendos më në ndeshje me referu Gënsnuza dhe e zhvillum ndeshjen. Nuk arritëm na si Skodër me fitu titullin kampion, edhe ka qenë një zhgënjem, një dëshpërim shumë i madh. Për shkak se Prishtina e hupe edhe një vjet më herët me Dritën që është në xhirët. Po, në xhirët fundit në pej. Edhe ka qenë një zhgënjem se shumë thonë kemi qenë bindur që kena me fitu atë vet. Për shkak se kemi pas seri 8 ndeshje apo 9 ndeshje, i kemi fitu gjitha ka 1-0 me Josën. Edhe ato ndeshje shumë keni fitu 90+. Gjitha mergin për fshiri, ka qenë pjesë Skodrës, na i fiton 3 ndeshje, 4 ndeshje, gjithë 90+, edhe gjithë nga 1-0 i fitojshëm. Dhe më thonë, e kena mbyll sezonën vjeshtore, 18 ndeshje, 4 golla e kena marrë. Po ka qenë Prishtina. Shpengu s'ka pranu, po edhe me shënu. Pa kena shënu, shumë. Disi Mario Morina u konsolë me Khalidi, Makenda, lojtari fort u konë. Armenda është si pëlqen që mu ka pëlqen si lojtar. Si vinger shumë i mirë që ato halo e lypin ekipet me këthy në Kosovë. Armenda është pengu më i madh në karrierë që s'ke fitu trofe me Prishtinën. Me Prishtinën e kam Superkupën edhe 2 kupa. Kupën po titullin. Është peng i madh për shkak se 2 herë kemi humb finale, edhe 2 herë domethënë pa atë nuk është zhvilluar pa finale kemi qenë në kampion. Edhe me qenë 6 ofër 3-4 herë edhe me dështu me mos me fitu normal që është një peng shumë i madh që nashta kena me krye dhe s'kena me mujt me arrit shkak se si dihet e treta vërteta më kthyn Prishtinë nëse kthehet janë Prishtinë. Nuk e lojnë te Gjilani, tash Driloni na ndërpren. Atëherë mas vuajtjeve në thojza me Prishtinën në ato ndeshjet finale shkon te Ballkani. Te Ballkani një klub që filloj po vendu një standard të ri në futbollin e Kosovës, ende pa fitu trofeje, po
aty shkon edhe lë gjurmë, arrin 3 tituj. Qysh erdhe deri te transferimi, realisht se Ballkanin atë kohë kur i largu pi Prishtinës, veç sa ka fillu mu bo një skuadër e madhe, ta themi, duke luftu për Ballkanin çat një vit më herët e humbi titullin. Po, në gjërat fundit. Gjërat fundit. Që ke ngar me Dritën dhe me Gjilanin. Me Gjilanin na me Prishtinën dështum metëm 4-5 pika mbrapa, edhe xhiron e fundit Ballkani me Gjilanin luajn barazim në Gjilan edhe Drita shkollet matematikisht kampion. Tani Ballkani me edhe pa Evropë çata. Për kundër që e boni një sezon shumë të mirë me edhe pa Evropë se Gjilani shkon si e dyta. Po. Pastaj e përfundum kampionatin me Prishtinën, e fitum kupën me Ballkanin në finale kundër Ballkanit, edhe kishëm ndeshjet e Europës me zhvillu. Edhe pandemia ka qenë atë kohë, atë vet 2020. Për fat na ro me shkon Gibraltar me lu ndeshje kundër Lincolnit. A e kon Gibraltar se u bo koxa do lojtar për ekipe të tjera pa të shku me Prishtinën. Unë kam qenë herën e parë. Po. Edhe shkojmë këtu, do më thonë gjithë dishëm negativ. Në test, rregullisht e dhëtojmë, shkojmë Gibraltar, e bojmë servitjen para ndeshjes, testimin e bojmë, edhe nesër me ndeshja, tu hinë analizë. Trener ka qenë Armendol, ku tha 8-10 jashtë. Se keni dollë pozitiv në test. Edhe kush ka pozitiv, Djarë Miftora, Armend Thoqi, Korenica, Kreshni Kuka, të Prishtinës. Lorik Boshnjaku, pozitiv gjithë, s'keni drejt loje. Edhe nuk u zhvillu ndeshja heq, për shkak se numri vogël i futbollistave u shty ndeshja. Sepse ashtu o kon me protokoll. Me protokoll. Po. Edhe na nuk kem pas drejt me më shku më udhtu. Se o desh në nejt 2 javë në karantinë. Edhe Prishtina pa futbollista, që në gjitha klubet i ndihmojnë me futbollista. E bën ekip Prishtina shkon prap nuk mund me zhvillu ndeshjen për shkak se të infeksionit disa lojtarëve. Edhe humb ndeshjen, domethënë eliminohet. Edhe unë Korenica, Djarë Miftoraj, Kreshni Kuka kemi qenë karantinë këtu. Domethënë 2 javë ditë në Prishtinë banes pe aeroportit, si kemi zbrit me Prishtinën. Në kombe edhe direkt në Mshel, karantinë. Edhe nuk ja, domethënë morën vesh mos me unë i lajmërova klubin e Prishtinës se nuk ja vazhdoi kontratën më edhe në karantinë. Se po më pandemia te. Jo po. Në karantinë domethënë na kompos telefonat ose vesh me telefon, s'më shumë taku. O dashkë me o thërshën ekipet, thëraj, thërkë, edhe na foka thire, më thonë ashtë më ka boshin telefon, qështu, e më interesum, a je interesum me bashkangjit Ballkanit, kemi një projekt serios, edhe unë i thash, jo më interesum, po 10 ditë s'moj dal pej Banesës. E Banesës jam karantinë, i këm, do më thonë, ka jam dal pozitiv, thash po simptoma, kur gjë s'kam. Edhe, jo tha unë e vithat marrë me kërë para Banesës, vesh t'i kime orë me o, me në shku me në orë me o taku, me thonë me bisedu live. Arsimi nuk ka orë, po ka orë të tërkosh që ka dërgu arsimi, edhe ka morë, dhe me thonë unë jem dollë me kapush, me mosk, në kërë jam hyp, jem taku me presidentin Cimen, edhe 2 fjalli këna pos ofertën, sober kënë që ka që dora, pesu di e letori Ballkanit, shkun 5 minuta, dhe me thonë masë e zgatëm dorën. Dhe veç 5 minuta negociata keni pas. 5 minuta janë konë, e zgatëm dorën, e qiti statusin që Armend Thoqi letori Ballkanit edhe kontratën kur ta pruni të nënshkrua. Statusi mo dhe këtë ekipe të rheken. Edhe unë u dashke me nejt prap se s'ysha me dollë se Ballkani ishë në përgatitje një stëk. Se ata kanë fillu përgatitje, sepse o s'ysha me shku në servitje. S'mo i shkojnë servitje se jam karantinë, do më thonë të ke mesazhe prej ministrisë që ti dhe të me nejt edhe 6 ditë. E karantinu. 5 ditë. Edhe trener ka qenë nismet në nishi. Thash trener s'kam simptoma, shnosh si mullem, kur gjë s'kam. Hypi tha kjerët edhe e hajde. Hajde baba. Po ma mirë tha, a je asje tha se këta e kem, tha dikush po i del pozitiv, dikush negativ, hajde një stëg. Edhe po tha të hypi kjerët, i tha shpis, veç bim na kjerën para, asë më shpis jem shku. Ajo, Jo, s'jem shku në shpis. Bim na kjerën dhe më thonë lem na para banisë që të, unë hypi kjerët dhe po isi deret një stëg. Ko poshkët e kesha, pe Prishtinë që lukon pos për aeroplonit, direkt përgatitje një stëg 2 ditë. S'kishin ata 2 ditë. Po. Shkonëm përgatitje,
Unë e thash, po i një dhëmë vetë se jam qështu. Trajneri s'me hajde mo ka thasë për qofe, se s'ko vjero, s'ko kërgjë. Hajde, dëllë servitje. Servitin e por që e këna bu me klubin, nesrit e ka pos lëjmitësore, këshlon me dugazhinin. Servitin e por, i bëj shumë gëditje standard e dishka ma let. Mirë Lindoko ka qenë në ekipat në kënë Balkan, desh i zotit, merë një top, e Krosova, shumë të fort kros, Mirlindi me krye. 7 minuta, 8 minuta, 10 minuta se pas i vlej servitja, gol, me kry, me shtyll, super gol. Pipit im shë Smeti, u kry servitja për sot, es një mrana. Për 7 minuta? Avden, Smeti është një trener që... Unik. është i veçantë, dhe më thonë, na thot vetën është i veçantë, që din që me mojt ekipën, edhe... Ama ato 7 minuta shpesh herë din me vlet ma shumë se 2 orë me në servitje. Shumë ma shumë. Se besimi që ja u jep trajneri. Hua trener Lena dhe pak, ja, mas kësoj, thas, sujna me bu ma mirë se kja, s'ko ma mirë, tha, ecë mrana. U krytëm, u këthym të më thonë të nesrit për istokët, na i që të filloj ajo aventura në Balkan. Thash, ka qenë trener Ismeti, thash, edhe a i nakthejke, kjo ekip, tash fillimet e vetë kërkon Ismeti trener, kjo ekip nuk o ndërtu për këtë. Thash, qyshe ka pro fa Ismet, ato tarmen, qyshe ka perceptu cilësinë e letorve, të kjo ekip nuk o ndërtu për këtë. Kjo ekip o ndërtu për me lu atje, dhe më thonë, ku janë reflektorat, më romë. Unë e përvejtë të shalje, beses, a kondi qyshe pa imaginushme me thonë që këna me lu në grupe me e ekip. A moralisht u koni ekip, që edhe besoj që Filloj mu bo. Ka me kalu edhe kohë që nuk përmisohet. Nuk ka me arma qasi ekipe, do më thonë qasi futbolista. Po, o konë jo ka qenë shumë cilësia mo dhe futbolista, mirë po përmi cilësinë në shë që ka qenë një atmosferë, një grup shumë tillën kemi qenë me zvetet. Edhe për cilësisë kemi qa me folë, që kanë qenë Delova, Gripshi, Korenica, Bajra Meshanica, Potuku, Kuqje, Mërlo, për cilësisë s'kisha folë për ta, mirë po është e veçantë që gjithë... Ismeti vetë 6 muj ka nejtë. Ismeti ka nejtë 6 muj, po. Ta njerë doja u bo vitin e por kampion. Jo, bled i Shkëmbi. Njanar, bled në Shkëmbi ordh, pastaj ordh Bekimi edhe në janarin e 2022 ka ordh Ilirdoja. Ilirdoja, po. Kemi qenë në kampion, Gjiloni në poshtë me Bekimin gjirot funit në vjesht, edhe del kampion vjeshtor, pastaj vjen Ilirdoja dhe... Pa një bota e filloj historia. Shikujtën që të kuën të balkonit, 3 vjetë me shumë shuk, me shumë myje. 80% ative lejtarëve dalin në Evropë, lujnë në Evropë, edhe shumica janë vesh halon në Evropë. Sa ki besu që për një meq aja Ismeti vesh kalon fjallë, nuk është kjo ekip për këto. Por sa ki besu që ata lejtarë kini me bo një karrierë në Evropë. Tu përfshi edhe ty se edhe te arrite atë farë transferimin jashtë, po vina ma vonë atë. Me thonë që gjithë futbolista kanë me dollë, kanë me bët transfere, se në atë ku s'kanë do transferet prej vendit tonë. Rallë për mallu, konë. Për mallu kanë qenë njën në 7-8 vjetë, a kanë do dhe s'kanë do. 5-6 vjetë që s'kanë do dhe asë një transferim në 7 për... Edhe, pyshysh ka konë e pabesushme që një ekip atë shpejt, me lungë grupe, me bu gjitha të transfere, gjitha të letarë me dollë, ka qenë pabesushme mirë, po duke shku rrugë, ndeshje pas ndeshje, e shet që nuk është e pamundur, nuk është që diçka kanë ata që i kanë kratë fluturojnë edhe i bujnë sanët që duken të pamundura. Është gjithçka e mundur, mirë, po duhet me pos besim edhe me pos dikon që shembull të dhesh që dikush që e ka provu atë rrugë, dikush që e ka provu më herët edhe të dhesh që kjo është rrugë e duhur, rrugë e suksesit. Edhe mendoj që na kemi pos fotin Ballkan që kemi qenë një grup shumë i mirë. Kemi pos edhe një udhëheq që na ka udhëheq shumë mirë edhe gjitha kanë qenë meritor për atë sukses as madh Ballkanit. Sot kam nimu Ilirdoja mu rritë si futbolist, pas e tham që je pjek vit pas viti, po kohat e Ballkanit, sidomos me Ilirdojën, të kalej tjetër nivel, me thonë asistime, Gola, me thonë, ke fillu mi pos edhe këtu shifrat që tha ma herët nuk i kom pos, të Ballkani veç bile asistimet. I dy fisheke, në numër 2 shifror. 2 shifror. Shku 18, në 17 për një sezon. Po,
momentin kur orë dhe lirdoja në Ballkan, Bajram Mershanica dhe Gripshi kanë punu me të ma herët të Skënderbeu. Edhe na kanë informu që është trener që i kushton shumë onës teorike. Po. Analiza, teori, psikologji, i kushton shumë rëndësi. Edhe kur na bëj kjo analizë një orë e gjys me këshyrit kundërshtarin analizë. Jo roke kryta. Nervozeshëm se akone që me thonë do ke shumë rëndë. Po. E tash përshë që okon shumë e nevojshme. Tash për di që okon shumë e nevojshme. Okon shumë e rëndë, mirë po shumë e nevojshme. Edhe kemi pos fotin, po thëmë, ai grupi futbollista që kemi qenë me trener, na kanë ndihmu të gjithë maksimalisht. Si në aspektin e thëmë edhe njerëzor, në aspektin sportive, gjithçka që ja kemi, me thonë tash po thëmë, shqiptarës ja kemi pohojrën edhe në aspektin financiar, gjithçka folat i organizimit klubit edhe fol, do më thonë treneri që na ka udhëheq, e ka ditë, e ka po dhe cilësinë e lojtarëve që mujna me arrit diçka, mujna me ftu diçka, edhe gjithmonë ka qenë me kom tuk. Kem cilësi, kem kualitet shumë të madhe, kem gjitha, mirë po këto janë gjithmonë plan dytë. Po që se bojmë ritmin, do më thonë, deshjen, dëshiren, se zhjojmë brana vitë që dhëtë me fitu njerë si ekip, pastaj dhëtë me fitu në aspektin individual. Se të na, do më thonë, futbolin tonë është shumë po e thëmë hopën ajo që lojtarët kanë qef pak aspektin individual pak, edhe në që se hupëm deshjen, 2-1, 3-2 s'ko lidhe, po ti kamën e statistika për vete, edhe s'ko lidhe, a hupëm dhe i të. E të i lirdoja nuk ka qenë kjo. 1-0, po e para ku me fitu klubi, pas taj këna me fitu i lirdoja si trener, nasi futbolista, këna me fitu premia, bonuse, po mas por dhe me fitu nasi si ekip, pikat e mi marë. Qysh shokon ndjenja e titullit par kampion? Pasi the që ke fitu kupa edhe superkupa, këtu e shijove dhe ke titullin e shumë pritër që e pate ngath me Prishtinën e me. Po edhe ato me Ballkonin kemi qenë shumë, me thonë shumë pick, se kemi qenë mrapa, edhe du të mi ndjek gjithmonë, ndjek. Edhe e fitojmë deshjen, derbi kundër Drita 0-1 në Gjilan, fitojmë me Gjilanin, do më thonë, aja ndeshje merë barazim, po për shkak e kësese vi morëm 3 pika në tavolin. Edhe më ndoj që ato 3 pika kanë qenë pika këtheses për neve si Skolla që me dollat vetë kampion. Se nuk e kemi posë orarin shumë të mirë, pse kemi qenë vend por mirë, po kemi qenë 3 pika më zgabosha, edhe ato 3 pika që morëm tavolin shkonën plus 6 edhe... aty u bo diferenca. U bo diferenca edhe më shumë në ule keme bo i gabim, tjera mos me gabu asnjerë. Ka qenë, që me thonë, me Korenicën dështum 2 vite në Prishtinë, ka qenë dëshysh sikur po dështojmë, qëse po dështojmë edhe këtë vit, qëse po dështojmë këtë vit në Ballkan, do më thonë, si jem letor për me fitu, do më thonë do të më pajtu me atë fakt. Ska huna shiju titulli. Na jes. Mirë po, e fitum, fote e fitum edhe, e fitum porin, e fitum dytin, e fitum tretin edhe qështëra. Ai, thana i fjoll Korenicës, Korenica aty mas e fitut. Valloj, ta s'dia se këna huaj se gzemi madha kon edhe për klubin e kon viti titulli par. Titulli par? Një shambull në titullin Drita, Gjiloni, apo një ekipe që ma të organizma me tradit, nuk është se bëhet shumë e mollë, se po atje titulli par, edhe për shumë futbollista ka qenë titulli par. Titulli par, po edhe hera par në Evropë. Hera par në Evropë edhe hera par direkt në grupe Ligës Konferencës. Realisht a keni besu që mune me arrit qatë sukses? Për klubin ka qenë hera par, se si futbollista kemi marrë pjesë. Po, për klubin. Asë se nuk e kena besu. Jo nuk e kena besu, po se kena menu që... Ta kalojmë një rëndë veç, kena lu për me morë pjesë, do më thonë, si Ballkani, Suareke që përfaqësojmë Kosovën si kampion, me morë pjesë në gora Europione. Mirë po... Atëherë u konë 2 rëndë janë konë para kualifikuse, Ja, direkt kokon kampion e kalu direkt në gora kualifikuse për Champions League. Po, rundin e parë. Feronik Le dhe Drita në atë kohë i kalun 2 vitet e pora, i kaleshin gorat pari kualifikuse dhe dhe më thonë, u rrit koeficiente që lujshëm direkt kualifikime. Edhe fillum kualifikimet me skuadrën nga Lituania,
Zhallgiris. Zhallgiris, po. Që me thonë, e hopëm vazhdime. Po. Këtu me të mbaraz, një me ne, atje hopëm vazhdime 1-0. Se kena besu as njone, tash muna me thonë që e kena pas qëllim, po se kena menu që kena me i në grupet konferencës. Kur na mund Zhallgiris, si që ka me prit, ha? Foti, po mas Zhallgirisit në ro një Shkodër e San Marinos, e kalum ato, tash e patëm Shkodrën e... Nështë ta Shkodra me fort që në ndesh që të kvalifikime ka qenë ajo ishu i faruhe. Ne thom, as Shkupi nështë as ka qenë ma... Plagzvik, po. Po. Shkupi ka qenë me mirë teknikisht. Po ata si kanë qenë si grup, fizikisht kanë qenë shumë të fort. Ata kena po edhe viteve tarshme, do më tonë kanë marrë pjesë edhe në grupe. Atë vit nuk marrën pjesë, vitin shumë, do më tonë edhe na dhe Klakzviku, Ballkone, kem grupet konferencës. Ka qenë i Shkodër shumë e fort. Këtu, do më thonë, fitojmë 3-2, 3-0 ndeshën ato fitu, 2 ndërprejmi ata ekip ma rrezikshme se ajo në goditje standarde, së më ka ndodhë me post, 2 goditje standarde, 3-2 kryet loja, për ata si kur fitore, 3-2. Se kanë thonë 1-0. Atje vend vetën, edhe për që di, të kom post Shkodër që autin, do më thonë, me post si korner. S'ka ndodhë. U bëj kja o... televizor ke po. Në Premier League. Ta na i mas liues... A i sokse dhe që u konë. Mas liues na i gole me ata shuk. Ma mirë ka konë me qitë kur nëse që shumë. A ketë luftim me qitë ojë. Atje u bëj kja o, do me thonë, 8 letor. Ketë publika në komë, ajde se rasi mirë. Ta e këshin sigur tradi, e këshin mësu si ekip. U bëj kja o, ketë tribuna... Të prit gole. 8 letor në zonë, do me thonë, ketë mlejt. Se se letor ma e ma se na konë ketë shkur, Kërënica o në grip që ketë na konë 7 shkur. Vesh Bajrami konë për neve pak ma e ma. U bëj kja ot atje, i reshin gota ata me peshkira rejvija, ja fshishin topin, edhe kur u bëj kja i pej 50 metra va utën si korne, para portierit e gjujke. Kret duel, bam, bum, reo, dhe me thonë, më në dzë që aty e këna fitu në penola, fat, deshti fat. Penola fitum. Edhe, kur e fitum ato në penola, që me thonë një tham, u mojnë me zvete, e fitum këto, spelshojmë atë Shkupin, se s'na vjen kër ras më në karrierë kër. Edhe me Shkupin e fitum play-offin, që është një ndeshje, ndoshta pej ma... Unë e tham për veti pej ma emocionuse, për shkak se kanë qenë 13.000 vetë, 12.000 vetë, full stadioni, ndeshje apor, 2 Shkodra shqiptare me zvete, një shqiptare sigur në grupe. Sigur në grupe, edhe e fitum. Tash për di që këna bu, se atë nuk e këna dit. Nuk është se këna gzemi madhë, po tash për dim që akon diçka madhështore. Si e kujton këtë ndeshjen e parë në grupe edhe atë golin ndaj Kluzhit? Do më thonë një histori të Ballkanit, si lojtari i parë që shënon në fazën e grupeve një gare evropiane. Edhe jo vesh Ballkanit. Po dhe të futbollit kosovar, po. Se ekipi i parë. Lidhën të zanë, që i kom bujë i pari. I pari. E këna fillu ndeshjen Shkodra, Kluzhe, një Shkodër që e këna këshirë në grupet Champions League, Shkodër shumë e modhe në Europë. Edhe e fillu ndeshjen, nuk ka se me Ballkonin e këna posë dominim, me mojt topin, nështë s'kena mujt me kriju shumë rosti me Shkodër të mdo. Mirë po topin e këna posë gjithmonë 70-30 posedimin, e këna mojt gjithë. Edhe qashtë me mojt topin, sëllë loja, mbojt topin, ta që në zëtë i del topin, ja zatë që më kona zonë, aty shumë ka orë topin para në zonë, nuk mund me nëllë topin, mos ga bosha Albion ose Ermoli, nuk mund me nëllë topin, edhe më del topin mu, edhe veç që këm shelë sytë, t'hiv të hinë, s'ke që a bojnë. Do më thonë, ki shënu gol me sy më shela. Se më konë zonë ofër gollës, ato veç me rokë portierën, se s'ke shka shkan topin për mi gol. Nuk e roka portierën topin gol. Gol e parë, pika e parë. Tash e ka zbeja e golla që ja morën fund, atë gëzimin e gollës, për shkak se 94 dhe në barazën Kluzhi, në aksion e fundit, do më thonë topi i fundit i tyre në zonë. Ka bo pak mungesa përvojës. Neve në thëshin bravo, mira, ne pos... Për të up 2 pikë. Kom pujtje 2 pikë, kom pujtje... A klubi do më thonë një sër knashur dhe me barazim? Klubi knashur se ti... Kalun kundër një Shkodrës që rregullisht kalun Champions League. Armen të në atë ko,
sigurisht që lujt mbrojtës i djathtë, po i kon një farë sulmuesi, sidomos atë herën e parë në fazën e grupeve të konferencës, shënojshë çdo lojë. Pas asaj ndeshje vjen ndeshja me Sivasporin. E bën një gol që kanë kalu 3-4 vjet edhe halo fasha UEFA Conference League. Halo e bën risher. E shënon një gol të jashtëzakonshëm, edhe është goli më i rëndësishëm i jote, edhe pse më i rëndësishëm mund të më konë me Clujin. Apo më i miri? Më i miri, më me thonë. Më i miri që kishën unë. E tash po, se është gjellë goli i Ovës në Conference League. Më goli më i mirë, po tash unë jam futbollist që i marr maritat vetë, se mu më kanë mundësu që e the, kum lu shumë për para ofanziv, ma kanë mundësu edhe ekipa, për shkak se edhe trajneri, ekipa, ka qenë ekipa asësoj që tu ka jap hapësina, tu ka jap mundësia, unë e kom shfrytzuar dhe i kom pas 3 golla në grupe, 3 golla, 2 asiste, në konë mbrojtësi me ma shumë t'i kontribute, po. Në fazë grupe. Të më thonë që ajo goli ma i mirë që kishën në karrierë, kundër Sivasporit. Kjo ndeshje po më duket të ka bo edhe me bo ofertë Sivaspori, ka arrit marrëveshje personale me ta, edhe pse nuk u materializu ky transferim. Ashtu fol shumë në qatë kohë që Sivaspori pedon Armendi veç është i pajtimit, pas ka qenë oferta e kënaqshme për Ballkanin, që shukon e vërteta. E krym ndeshën Sivaspor atje, edhe i kemi posë se kanë qenë vajt orë ndeshët, me Sivasporin edhe këto. Edhe ndeshë zoti edhe këtu kom ja boll Sivasporit. Po. Në Shri këtu në Prishtinë. Edhe përfundojmë fazën e grupeve, masi e përfundojmë sezonën edhe fazën e grupeve, deri ka ardhur oferta prej Sivasporit. Edhe në ofertë, me thonë materialisht shumë e kënaqshme, për vetë kanë qenë shumë i kënaqshëm për shkak se ka qenë janar, domethënë ata 6 muaj plus 2 vite tjera, 2 vite gjysmë kontroll, një kontroll që të siguron shumë sane. Çfarë ka shku tash edhe besoj që nuk ka shkur gjë me përmend çfarë kushte ju ngon personale. Se mos u bua ajo Ballkani e ka refuzuar ata. Ka refuzuar, po kanë qenë dikon nashtaj rreth $400,000, domethënë për 2 vjet e gjys. Domethënë sa me lut gati 10 vjet në Kosovë. Natë ku. Edhe plus kanë paguar domethënë transfer. Transfer po. Ballkani s'ke i kënaqsh me ofertën, a? Tash, Cima është njëri shumë korrekt, domethënë shumë njëri mirë, më ka thonë direkt në sy. Nuk të shaj, abden. S'ku më di çfarë ofertë më nuk të shaj dhe se ishte më ofert të më bë kampion janar, ku më të çuhet që e kanë me zavendzu. I hupi edhe ke 1 milion këtu, son krym punë edhe ke musha se Sivaspori ka bë ofertë edhe për mua. Son krym punë 100,000, 200,000 sa më kanë jap Sivaspori. E di dhe që ka dhu shumë korrekt, direkt në sy. Nuk kam mundësi me të shu, e këshyrëm dhe vera që apo ndodhë të po ndodhë, edhe ke kur thata ashtu, që së mënesh më të më thonë, kur ki kontratë me klubin, unë ku mujtë me thonë, ok, s'du më orë, mos e diçka, po, që me thonë, e kom pranu që s'akon risk jemi, s'akon e shkrume që unë me fitu ato, edhe, asëse nuk jam, që me thonë, asëse nuk jam dëshpru, ose nuk jam dërzu, ose kemi vazhdu, jemi bëdhe 2 vite tjera kampion, edhe, 3 tituj radhazim futboll në Kosovar. Dominim që nëse mas pranimit Kosovës në UEFA në FIFA nuk ka bo kërkosha dominim. E marat ka pas edhe skuadra tjera. Që kujton ato momente? Që kujton atë ekip një far Real Madrid i futbollit Kosovës, e luishin në Evropë, mas 3 dite u ktheshin në Kosovë, prap pa ku një far problemi me kundërshtartë, i mujshi shumë letë. O konë një ekip, e thashtë dhe maherët, cilësi në maksimum ka posë. Po për mi a thoi o konë edhe karakterit, dhe me thonë, mentalitet i futbolistave që të lodhën, stër lodhën, 60 ndeshje në sezon i zhvillojshëm, pe fitojme e këndeshje, pe fitojme dhe këto, po këqitujme dhe këto, erdhë fundi sezonit, u zhvillojshëm 60 ndeshje, u bëshëm kampion. Ka qenë një mentalitet i jashtëzakonshëm. Për shkak se nuk ka posë të futbolist, dhe me thonë që s'po du me lullojnë se këtë lullë jam i lëth, po dalë minut 60, po dalë minut 70. Ka mungu letore, po ka mungu për shkak se ka mungu një mujt ditë për shkak lëndimit. Keni luj deri me 28 dhjetor. Me thonë 3 ditë para festa, ne kemi zhvillu ndeshën e fundit, atë ditë me Gjilonë në Gjilan atje mesin borës. Ka qenë një sezon, një grup
tash i bjen sikur me lidhu për një grup që kemi qenë familje, kemi qenë shumë shok të lidhur mes vetes, se na ka bo edhe puna, se për 7 ditëve njohëm, nështë 5 ditë kemi qenë në hotel. Po. Grumbullime, se na mojke në grumbollim trenere. Linë tokë po dhe najrë bashkë edhe qaj. Po, gjithë kohën bashkë edhe u lidhë shoqënia, u lidhë grupi, u njoftum, që më thonë, e deshëm një tjetrin me sy mshel ku jena, edhe gjithë ajo ka pos, e ka frytet e veta, suksesin e vetë. Si erë, pasi e përfunduve me Ballkonin, që i fituve gjithë trofejtë e lujtë në Europë, si erë transferimit e Kluzhe? Moshën 32 vjeçare, po. Ko gjabe fasi, që rollë shumë. Tash, une, pe futbollit Kosovës, dhe më thonë i kom fitu shumë sene që ja kom siguru familjes për të njëtën. Pa dol jashtë kërkom, pa lyp me bu kontrola jashtë më dhe diçka, i kom fitu shumë sene këto. Tash, s'po du më u livdua diçka, po. I kom arrit, dhe më thonë i kom fitu, edhe e kom pos, që me thonë një farë pengo që me dol me provu diçka se... Sigurisht jashtë në Evropë. Subote, Sivaspori. Subo atje, po dal pe provoj atje, dhe jam shku atje shumë, që me thonë menën shumë qetë, me dol me provu që ndodh. Ses futbolli, ses kjo, këthera... Objektiva di ku më arrit. I kom arrit sa në për, që me thonë... Që i ki pas në mendje, po. Që kom fitu për vete, për familjen tem, edhe... Po jo, po edhe nivelin futbolin e Kosovës e ke pas. Po, edhe me provu pak, që me thonë, qa kanë klube tjera, mënyrën e punës e diçka. Edhe merë dhe oferta pej Skollës Kluzh, edhe normal që i pote të kërkiste mia, e në shkrua kontratën, fillum përgatitit atje, edhe gjithë shka ke në regull, një muj dit, një muj e gjysë dit, që gjithë shka ke në regull. Pastaj, kur fillum gorat, në kualifikimet në Europë, edhe në ligë, na në Europë i fiteshëm lojt, kalishëm grupet mirë po në ligë, i dështum së ndeshje, e hopëm derbin e qytetit me skuadrën U Kluzh, e hopëm edhe një ndeshje tjetër, edhe fillum pak nacit ato, do më thonë, ja, transferet, ja, lejtorët e huja, bëdin edhe, që më thonë, me zërsh nga ke morë neve, asën me zërsh ku morë, asën me zërsh më ke morë, vjenit pak në oshën, unë kontratën e kam, bëdin, unë i kam 32 vjetë, unë e kontratën e kam, ti mu mësh me më largu, ose më nësh me më thonë, s'ki me luas një minut, okej? Po kontratën e kam, i mbroj drejtat e mia. Sigurisht. Nëse dënë me arrit marrëveshje diçka, mujna me arrit. Për ndryshe, po në qëndroj këtë se... ju kom thonë nuk kom morë të për me thonë që jë met pa bok, ose jë met për me siguru diçka familjes. Jo morë me provu një mënyrë të re, diçka një hap 3, po që se jes mirë, po që se ses, okej. Edhe ndodhe, shka ndodhe, pa na vynë diçka me bot ndryshime, transferet të huja, të reja, e kem listin e blokume, jem të pak kënaqen ne unë i kom thonë ati drejtorët, këna hup, po veç Armendis ka hup lojën, do më thonë, këna hup si ekip. Si ekip, sigurisht. Edhe kënaj, pas të që kam borë fjallë të treneri, jo, po thot kështu, po ashtu edhe ka vendimi që Armendis ku me lu mas një minut, ku me lejnë tribun. Mas asaj ndeshje derbi qytetit, a? Këtë kjo ka do? Jo, kanë qenë edhe 2 apo 3 ndeshje, po grumbullun ndeshjet, edhe, okej, në regull është vendimi trenerit, unë respektoj vendimin. Momentin që më thot me ime lu, ku me ime ma të mirën, shumë thot me lu në tribun, stërvitje. Edhe vendosa atë mënyrë, po na bloku, abdin, s'po mujna me mo transferet huja, ka zhjide tjera, kam kontratën, e përmbosh një kontratën, unë nësë desi, abdin, ama nuk ezin atë mënyrën që... Përshkutëm edhe ditën e mirë. Përshkutëm, dhe që të ditën e mirë, se me zërshëm këni morë, me zërshë jo morë. Unë e mes pak ljubën... Edhe mu, abdin, unë e vendosa me najtë. Abdin e vendosa me najtë e provova derit 4 dita 5 pa mbyll afati kalimtore edhe 32 vjetë. Do më thoni, më mbeke 32 vjetë me këshyr letorët pe tribunës. E menova gatë me najtë tribun, rrën tribun 32 vjetë, 33, 2 vjetë kontratë. Do më thonë, momentin që e prishet kontratë këto, ti si e për futbol. Edhe, okej, do më thonë e vendosa për shputi. Pas aty në 2 apo 3 ndeshje në tribun. Për shputi kontratën, po se shputi që shpo dënë jo. Po. Se... Nuk mu largove, po jo durpat. E ke marrë një pjesë ka gjatë mirë prej asaj kontrate. Sigurisht pasi dëshira kon prej njënës palë, më shkëput kontrata. Ata edhe normal që unë du me shkëput, po nuk du me shkëput me kërkesën. Qështë dëni jo, po, qështë duon. Jo kam kërkesën e mija, që to me plëcëni, sa ta në shkruja shkëput e se qa buhet me mua është problemi jami. Zdani me shkëput,
kontrollën e kam, rrim që to, edhe ditën e mirë, s'ka probleme e punë. Zhurma, anek, nej, e pranun ato ofertën tem, e në shkroj të me shputa, edhe, shumë e thonë, jam shumë i qetë, se e ndalë fjallë jes kam, nuk mund me të largu kërkosh kur e kini kontrolët. Jo, sigurisht. Mund me të largu të ecë, po ta pagun kontrolën. Po, normal. Normal, se tash i mbruan FIFA drejta. Edhe e thash, jem shku atje shumë i qetë, me provu një hap 3, po s'ec futbol kërë, s'ec është shumë e thjesht. Kush ke kismet me dërgu ty në Romani të Kluqe? Po, ka qenë kërkesë e trenerit Petresco, do me thonë që me qenë në kërkesë, përka se ka qenë pjesë e klubit kur kemi lënë grupe. Po, në grupe. Edhe normal që për me orë, kontaktet me orë, desh me ndërmetu me një menager, edhe ka shprer, ka qenë Lori Kalio që ka ndërmetu këtë stot, këtë punë. Ajo merë vesh, do me thonë, ka besedu në atë çështjen e kontrolta me ta, dhe do më thonë Loriku në ki pas një farë në timies edhe më fond për prishin e kontratës. Ato keme qenë, për shkak se unë kom thonë, unë s'kam qa folë, unë është menagjeri, është kjo lëtori, kjo më thonë menagjeri që ka dhe sotën, kjo folë. Po, normal. Që është nevoja me lypi menimin temë, në vjedhën zyre e folë. Që tu janë kërkesët e mija, as po lypi jashtë ta kontratës, as po s'po du mjë tut, as po s'më në më tut, se kam kontratën, ma plesoni kontratën, e vazhdojmë, s'ma plesoni, është shumë e thjesht këstot, sigurisht. Rikëzimi të Gjiljani. Kanë kërku këtë, thuj që gjitha skuadrat, paktën këto pretendenti që kanë qenë, po vendu se më rikëthy të Gjiljani. Pse vendu se me bu këtë hap, atë bindi oferta, atë bindi projekti, edhe mos të arrojmë një prezentim. Unik, i paparë në futbolin kosovar, me vajzën në stadium. Shumë buj. Po, momente që e kom shput atje, do më thonë, kontratën edhe ku mund më regjistru edhe jashtë afotit, to, normal që kanë shprej interes edhe ekipe tjera. Po, do më thonë tash kur të nëzeni letar në momentet që ratë edhe këna me shkel, edhe këna me thonë se kjo me të pa klub edhe vjen për sot thojmë na. Kanë harru që i konë një vjet i pagu ma dyja. Edhe jo, i ke shumë persona, jo klube, për persona i ke morë porët atje në Romani. Mos këshërë shumë këto e që kom morë në Romani dhe që kom vitu jashtë ma herët vitet e kalume nuk shyren për të ardhmen. Edhe normal që në balkoni u plëcu si ekip. Kam pos interes edhe ata, po nuk është se kur u plëcu si ekipa, kom pos fort shef me shku se u largu ekipa, u presh ekipa dhe me shku. Ata bënën në transfer, pagujtën transfer për një mbrojtës djathë? Edhe të ekipe tjera kur theshen me kontaktu, s'kem i kena mshila fotën, s'kem mundësi shumë me pagu, që nështë qështje juvja. E pastaj, gjithmonë kom pos kontakte me Gjilonin, jo me kryesinë, me persona që janë rreth klubit, që dojnë klubin, që më thonë e dojnë klubin sinqerisht, Edhe momentin që e kom shputa që e kontratën, kanë kontaktu direkt, kena qef me të posë në ekip, po dojnë marrë me na bashka gjithë planit tonë. Sigurisht që Driloni u koni pare që s'ka kontaktu. Normal, se pitporve se është nështë njëri që e dërë klubin ma shumë të edhe bën shumë punë të modha në klub. Edhe unë e di që kom kalu në qytetin e Gjilonit më herët, e di çfarë respekti kam në qytetin e Gjilonit për skifterave, për gjellë. Kam një derë hapur se ju konë super korrekt në atë ko. Edhe kryesia e klubit ka qenë super korrekt. Që edhe sot do më thonë në Nina, që më thonë, e thëmë Nina në morë, ndaj tyne, me atë që kanë kalzu kundër në berneve futbolista, e që po jepëm në atyne. Se letë veç me morë, po dhëtë me këthy kërë diçka. Na gjithë jenë familjarë të, 100 euro ose 200 euro diçka hargjime jashtë normës familjen për një mujë me nadolë, në thëjmë qka o bo, ka shkun. E leja mu dikush më jep 1 milion e gjys, edhe me orë dikush vallaj kërë me buaj gore, që me thonë, është morë ndaj atyne që na pagujnë. E parat, unë Nina për veti, si armend, Nina shumë siklet, shumë morë për ata që nështë s'kana mujtë, unë s'ko mujtë, mja u këthyat
respektin ato që na japin ata neve. Në fakt borxhli për mja kthy. Domethënë të mira që i bën klubi për ju për këtë futbollistat. Jo është për Armendin, po për gjithë futbollistat sigurisht. Armend, te Xhilani është periudha e dytë. Periudhën e parë nuk e arrit me fitu trofe. Periudhën e dytë, domethënë, është viti i dytë. Qëllimi mbetet, domethënë, me sjell një trofe për klubin e Xhilanit, pasi ka kohë që mungojnë trofet. A janë edhe objektivat real të klubit? Vallai me fol shumë sinqerisht, i kam thonë edhe presidentit e drejtorave ato, po në vitin e parë dështum. Po. Në qëse këtë vit se kem qëllimin me fitu ose me bë diçka, s'po rria sënë si Armend me t'i morë të pore edhe në fund me isk me kryt e poshtë. Po. Se s'po du me morë pore fund të zonës me thonë e lam Xhilanin në venën e 5, e lam Xhilanin në venën e 4. Unë s'jam mësu me luftu për çato. Po. Kam qef Allah deri në fund. Ma mire hubi gjirët fundit titullin ose kupën finale. Se njëtë është kime hub si në çelek finale e hub të shtaja, po ma mire me hub në finale, dham shumë. Ose titullin me hub në fund, dham shumë. Po ja kon deri në fund. Po. Ja kon deri në fund se sa mu dërzu ka qeret. Edhe për atë arsye po lut na bën punoj çdo ditë me fitu diçka se na po fitojmë pe futbollit, po fitojmë pe Xhilanit, po fitojmë pe kretëve, edhe do të më kthy ka ardh diçka. Sa veç me morë, okay, na futbollin e lyna për, që më thon, pagum, lyna për mu pagu. Kështu që zoti denor kushte shumë të mira. Po për mi mojtë do kushte ata sponsor, edhe futbollista do me sakrifiku pak, me kthy diçka, me hap diçka për vetes, leto me morë rrogën edhe në fund venin e 5, venin e 4, venin e 6. Armend, na të shoh në fushë, domethënë sakrificën tonë që bën, si mbrojtje, si në sulm, lufton shumë për fanellën. Jenë ndër ata lojtarë që personalisht i vlerësoj jashtëzakonisht shumë për ato që jep në fushë. Po domethënë ki kontratë hala me Xhilanin edhe nuk e ki nërmen mu largu pa fitu një trofe atë, ja? Vallai me të folë shumë seriozisht s'kam qef me u largu pa fitu diçka. Po. Qefi, me zemër foli s'kam qef me u largu pa fitu diçka, se tash mund me u bo kampion kush do në Ballkan. Mund me fitu kush do çka dojnë me fitu, me shku me lu ku dojnë, po historia përmenet ata që e bojnë fillim, ata që e fitojnë fillim. Sigurisht. Edhe çu shko morën në shembull do lejtor që jam kon i ri, 18 vjet kur i kom pas përpara Zemamet atë ata që kom marr shembull që kanë fituar ata, edhe na si tash që kena bënë përvojë, do të me u bë mësim për dikon që ata tjerë që vinë edhe ata me luftu për me fitu. Do të me shtin menet, do me thonë me bu mentalitet, do të me luftu për me fitu në fund, se na thaj keni thonë e Lirdoja, veni dytë është i pori këtë humsa. Humsi i para. Armend, do me thonë i ke ndru disa klube edhe ke pos e përmendëm shumë ish bashkëlejtar tu e bashkëlejtar tani shumë emrat njërë futbollit. Po edhe para disa javës ose muj të në podcast ka qenë Meritoni Korenica. Aja ka përmend që keni një kimi edhe për një me një kuptu si të Prishtina ashtu edhe të Ballkani. Ashtë po edhe në klosh kanë lujt bashkë. Ashtë jo bashkëlejtarin është ta maj mirë që e ke pos, po ashtë bashkëlejtari që e kuptu mas mirë të me ta, që ju ka bo me ko një farë dyshe ka që mirë. Një farë Messi me Jordial, një farë kimi e kam pas që zakonshme. 6 vjetë na kon bashkë në ekipe. 6 vjetë këna lu, do më thonë për aty në 6 vjetëve, 50 e gjys pilogariti që këna lu në tandeme na kon vinë në djatë. Aja kon sulmu si djatë, unë jam kon brejt si djatë. Edhe që me thonë jena lidh, jena kuptu që edhe shumë gollat Koronicës tash, kur është Koronica, kthehet e këshyra ajem abden edhe pse në dhëshë topet ajem të ordha abden vetë zonën e kanë një abden ose unë të atina sa i temin e kanë pos një far lidhje një far që na kuptu jashtë zakonisht shumë e ta na erdhë dhe dëllova në Ballkan edhe ai lujke se që në mbrejtësi djath unë në mbrejtësi djath jena kon po me Koronicën me Meritonin është diçka që ai e buni transfer në Manisa
edhe për shkak të familjes të babës që pas smut, u dash me u rikthy në Ballkan. Edhe është traditë që kena pas në Ballkan, kushdo që kthehet, kushdo që vjen transferi me i në tunel. Në tunel. Edhe para servitjes lam trener ku me i kërënica në tunel se o transferan e kënej, po thash po hi edhe. Ja, me dallim të pëse. Me dallim të në. Pse dha po jenë delar, po i dhash se herë, kjo dhash, nështë ku me lua në ma mirë me të. Edhe henëm dë tunel, edhe kemi histori me të që ka ndodhë shamull goditës sa ndodhë kër i kena ushtru me balkonë nëse kër i kena bu ndeshje, i lidoja ka pos të rekt minajt gol, asoj që a thët me bu, ku me krasu tupin, ane e kënej. Kër o këty kërënica pej Manisës, pa probleme, ane, nuk janë ma të mirën e vetë. Po dhe që ato problemat familjare, s'mundja e normal se ka ndiku shumë, se është djali vetën familje dhe ka ndiku shumë, gjithë bora e ka ro për mi. Arriti me këthy formën edhe. Edhe, ja bëjsha kër e shumë në lojë kërënis, ja thjesht qa birë, se të bëhet korner, thash e kem, qëto me bëhet, thash po reja, është me që të thash të ta gjuj për mas ty, edhe ta që të për njashtë. Edhe njërë, 2, 3, këtë prezinëti, unë ati të për njashtë për mas ty. Edhe, u bëhet në prejme të shka po më thirë, i lirdoja të bon ka tha, edhe njërë, tha ja gjumë kërënis, se tha kime të që t'iljo. Kështë nga ta svetën, pas e peti thash se dhe bëti. Me rikëthy në formë, të gole. Jo, thash, po, është jam, thash, po du mja gjutë të rëpën. Edhe tani edhe në Klozh i shkove, a? Unë e shkova transfer në Klozh ma herët. Po ma herët tjetë. Unë e shku ma herët, të më thonë ajerë, dikon mas 2 ova, pas 1 muj ditë erdhaj, edhe shumë edhe na u ledhe historia me po s'ke kismet me vazhdu ma gjatë edhe. O nejse, e rëndësishme që në 3 klube keni lujt bashkë, keni shumë gol asiste për njëri tjetërit. Kemi histori me të që edhe sot dhe kem grupin, grupi që folëm. Do më thonë Meritoni, a është bashkëritari që mas shumë të mas leti e kuptu me ta? Pa dëshim që po, është ja them me sy mshel. Edhe sot nështë e më këthy që s'kena lu gatë bashk, e kem atë kemin me zvete. Shala s'ktheta, edhe një kohë. Mira të jetë. Vetën edhe pse jo edhe një nivel. është letore që ka jep kontribut shumë të madh, po e dim keq që o përmen shumë pak. Shumë pak u përmen. O përmen Armendi, o përmen Delova, o përmen Gripshi, Albion Ramon, Ermoli, Ana e dishëm ato që truni i ekipit o konë Meritoni. E dishëm ato që Meritoni o konë edhe ja bëjshëm ka profe kë letër, dhe më thonë për qëtë sulmus. Po në praktikë është në brejtë, dhe këse unë është ka e përpora këj kletë për mas. Po e ka përmen Meritoni, tha unë e mbulojsha përpora Armendi tetësti. Armend, me folë për karrierën tonë dhe na duhet shumë kohë. Po pe përmbyllëm me një datë historike për ty, është do më thonë 13 nëntori i viti 2017. Lojtari i parë prej Superligës që debuton me kombëtarën e Kosovës, pas pranimit bërë vjala. Sa do më thonë kjo datë për ty edhe është një farë realizimi një ondrë të madhe me lujt për ekipin kombëtar. O kona e ndesha mitësore me Letonin në Mitrovic, 4-3 që fitomi. Po. Ka qenë trener Muharrem Sahiti. Mas largimit Albertit. Po. Kemi pas zhvillojshëm sezon shumë mirë me Gjilonin. Po. Kemi qenë ftum edhe unë edhe Faton Maloko. Po. Kemi qenë 2 pjesë e Gjilonit. Edhe po ja them se kom përjetu vetë me vesh fanelen, ka dë me fitu në karrierë, me lumë, Champions League, grupe, ketë fanele Kosovës, ove venit që vjen, është tjetër ndjesi, është tjetër krenari, se është do mos për mu që unë i kom rri ketë jam rrit pe këtu, dhe më thonë pe këtu, pe shkolla sport, deri në fund i kom rri pe, që më thonë pe lushit Kosovës. është tjetër ndjenjë, është ndjenja me, ose kom prit që kom e zhvillua ndeshje, se u zhvillu ndeshja 1-0 për ata, me rikthime, 1-0, 2-1 për ata, 2-3 ne bojnë, 2-3 do më thonë ne bojnë ata, në rezultatën 2-3, të nëzëje, profa Muharrem tha që, bënë gotë hen. 2-3 loja por. Me humbje. Minuta e 70, në 75 Gjorgji Sokon. Hina e barazum, natë, shteske në fund, karambol top, atë dhe në hiu 4-3, gzem, fitore,
Vjen e fitore mas 6 humbje, mas 5 humbjeve, se barazoj me Finlandën 5 humbje e rem. Sori jo e mirë edhe po është ndjenja që ka, që më thonë, përfaqësuesja ndresa plotson si lojtar, sado që fiton ajo ndresa e venit tonë plotson. Domethënë me një fjalë ju bën thirrje të gjithëve që sidomos ta që rritën futbollin e Kosovës mos me pas dyshim kur të janë mes dy zgjidhje o kon me zgjidhje. Vallai rritesh e s'rritesh, zoti të fol shqiptara, kosovara, shqiptar të fol tis sado që s'munësh. Allah na ka fol zotin Kosovë, s'kem qa me bu, çdo na ka fol. Do të me lu se dikush e ka dhënë jetën për neve me ne hap mundësinë me ngrit këtë vend, me njoft tjerë këtë vend. Edhe tash me dal me thonë me qit kushte, ja anek ne është Kosova të me konë për mi krejt, për mi individin e emnat e krejt, do të me se cilët ketë bashkë do të me punu për me ngrit futbolin, me ngrit përfaqësuesen. Armand, përveç asaj ndeshje ki zhvillu edhe 5 tjera me panele e kombëtarës. A shumë vetëm pak të pa fat në këtë aspektin e kombëtarës që nuk je pas në ashtë vjetë ma pak për me lujt një nivel ma të naltë edhe që aty në krah gjatë i ki pas dy lojtarë që njoni lujken Serie A për Gem Vojvoda që luna ala tjetri Florent Hadërgjona në Superligë Turqisë. Që e ka bon ashtë mos mu grumbullu. Po, ma shumë. Është shumë normale që atë ko ftu lojtarë që kanë lunë gara në nivel tjetër, sepse futbolli jonë ka qenë shumë nivel shumë ma poshtë se sa që është tash. Ajo na ka bo me mbet mbrapa dhe me përfaqësuesen edhe me paraqitje me krejt. Mirë po aso na ka mundësi, aso kemi pos. Spaku nuk e ki atë pengun që s'ki lujt kur për kombëtare. Kam lu ndeshje miqësore, zyrtare. Jam edhe mos gabosh edhe futbollisti por edhe ndeshje zyrtare në Nacional Ligë që kum debutu për Superligës. Për Superligës, po. Përveç miqësore mas pranimit edhe ndeshje zyrtare, po. Në Nacional Ligës kum debutu. Tën Fadilvo. Po. Kam qenë ndeshje në bank me Greqin, me Spanjën, konderyje. Ketë kanë qenë De Gea, Jordi Alba, gjitha ju Busquets, gjitha ju kanë qenë. Se të kalon mas shumë të i përshypje prej lojtarëve të Spanjës. Pi përmen, do më thonë, u konë. E kam përcjell Busquets është e pamundën 90 minuta, për 90 minuta o konë e pamundën me prej këtu për 2 herë. 3 herë a fjolla, se 2 herë, 1-2, për 90 minuta, me këshyrë Lojën Zjaj ka ubë 1 top, ose 2, o konë letarë që, tash me këshyrë nuk do këtë loj, po, në të vërtet ja bëj ke punën e ekipës, ja qelë këtë 2 letarëve tjerë, veç vazhdoni jo, veç... Shumë asë futbolës problemës, me skanu fushën si aj. Sko. Armen, neve stametet, kur gjë tjetër veç me të falenderu që ke gjithë ku, se tash normalisht i në zonën me stërvitje, kampionatin vazhdim, edhe të falenderojmë për gjithë shka, për që ndove me neve edhe me publikun. Ishe knasi me bashkëpizetu një pjesë karrierës tonë, se thash që me fol për këtë çka i kalu në futboll, na duhet shumë orë, po ke knasi me përjetu bashkë atë rrugtimin tonë prej fëmijë deri tash, ku ke arrijë shka në futbollin kosovar. Faleminderit shumë edhe për juve, është këgja nostalgji, këgja e mirë që unë për vete u riktheva i kujtova se nuk mundesh me kujtu për ditë me nolë me menu që ka ndodhë, është ko pasku ndodhë mirë, po me dhe vërtet kalova shumë mirë, edhe është një ndjenë shumë mirë që po rikthesh pak në ta hapat që ku e konë që zbën me arru, se s'do së do që kena bu t'i shka vina për një niveli, për të hapa që janë konë shumë shtirë. Faleminderit shumë, edhe juve shumë suksesën këtë podcastin e juve. Shumë faleminderit. Edhe ne, Romak, duke i falenderu edhe një sponsorët tonë të dashur Golden Eagle, pijen energjike Golden Eagle dhe Ermini, shihemi javën e ardhshme.